Jana erdhi viti i ri, sa jam i gëzuar. Erdhi viti i ri te shtëpi e Evës, që thoni o njerëz të dashur dhe të bukur, edhe gjithë familja është në aksion të dekorojnë bredhin e vitit të ri. Eva më shumë po kërcen se sa po bën punë, po s'ka gjë, po bëjnë të tjerët punë. Tani këtu ishte me nerva se nuk e di se si i kaluan dritat, nuk i kaluan mirë, edhe duhet t'i hiqnin prapë edhe t'i vendosnin. Më në fund t'i vendosën. Tani filloi Eva të vër topat e bredhit, që t'i vërë me radhë të gjitha që të ngjaj bukur pema. Siç mund të shikoni, ka ngjyrë të bardhë, që janë këto rozë, vishnja nuk i di si janë këto ngjyrat, po hajde i shikoni tani. Edhe këto lulet e mbëdha rozë, shumë të bukura, e yllin lart tek pema. Dhe doli fantastike, shumë e bukur. Ka edhe zogj të vegjël. Kam edhe unë këta. Do t'u tregoj edhe unë pemën time së shpejti. Tani u tregova një herë të motrës. Shikoni sa e bukur që doli e gjithë pema, edhe gjithë shtëpia në fakt, se vuri disa gjëra dhe mbi tavolinë siç mund të shikoni. Dhe të kaloni festat gëzuar o njerëz të bukur dhe të dashur. Ciao!